Fshati turistik i Linit nuk ka kanalizime të ujrave të zeza dhe si pasoj 70% e tyre dhe ato të përdorura derdhen në liçenin e Ohrit, ndërkohë që 30% e këtyre ujrave janë të vendosura në gropa septike. Sipas banorëve, një situatë e tillë është krijuar prej shumë vitesh për shkak të mungesës së investimeve për sistemin e kanalizimeve në fshatin e njohur turistik. Ja ku është gropa ime skeptike e banjos. Kështu se ati tjetrit ashu i pëlqen. Shtet s'ka, gjoba s'ka, vendimarrje s'ka, djali xhaxhajt e ka aty. Se s'ka vend këtu tjetër për të. Tash do bëhen kanalizimet dhe do sistemohen ujërat e zeza. Historikisht fshati s'ka pas kanalizime të ujërave të zeza? Jo, nuk ka pas. Me gropa septike ka qenë. S'ka ku t'i qojnë. A ka pas investime? Jo, asgjë s'kanë bërë. Flitet një beqë të bojnë, po se kur. Investime s'ka pasur që të mblidhen. Dhe nga derdhja e banjove në liçen, iku dhe peshku, se nuk është vetëm derdhja e banjove. Janë dhe detergjentet e lavatriçeve, apo të dusheve që lajemi, edhe ndjen shumë peshku. Largohet edhe dëmtohet. Domosdo nga ujërat e zeza. Dikur këtu, unë kam shpinë në breg liçenit. Përpara kam një lulishte, edhe është liçeni. Aty, në liçen, dikur në dimër dhe në vjesht, po dhe në verë, ishte plot me peshk. Banorët gjithashtu bëjnë me dije se derdhja e ujrave të përdorura ka larguar edhe peshkun nga brigjet e liçenit. Ky projekt trajton mbledhjen e ujrave të zeza. Nuk shkarkohen më në liçen sikur ka ndodhur deri tani, por mblidhen me rrjetin e ri modern dhe dërgohen në implantin që i përpunon dhe është gjithçka e kontrolluar me puseta, me linja të rregullta. Nga ana e Bashkisë Pogradec bëhet me dije se këto ditë ka nisur puna për sistemimin e ujrave të zeza dhe të përdorura jo vetëm në Linë, por në të gjithë fshatrat e njësisë administrative Udënisht. Lini është një nga fshatrat më piktoresk në Juglindje, i cili tërheq me mira vizitor vendas dhe të huaj për gjatë 12 muajve të vitit.